Përshëndetje, unë jam Klodi, një artist tatuazhesh në Tiranë. Sot do flasim për tematikat të ndryshme rreth tatuazheve. Për shembull, qoftë se ke ndërmend bësh tatuazhin e parë, çfarë duhet të kesh parasysh? Ideja mirë është që para se të vendosësh me bën një tatuazh, të shohësh se çfarë lloj stili tatuazhi do ndjekësh, të shohësh nëse artisti është i përshtatshëm për stilin që ti do bësh, shohësh si kanë kushtet e higjienës, domethënë e mira të mirës është të kalosh një herë për konsultë të studio ku do bësh tatuazhin ose të pyesësh në disa studio të ndryshme për me bë diferencën. Do ju tregojmë se si ta mirëmbani një tatuazh, këshillat që duhen ndjek, çfarë duhet me pas parasysh në përgjithësi. Atëherë flasim pak për stilet e tatuazheve. Tatuazhet kanë një shumëllojshmëri stilesh, siç janë për shembull edhe rrymat muzikore, ashtu i gjejmë edhe tatuazhet. Varet nga madhësia, nga dizajni, nga hapësira që do zëjnë trup. Tatuazhi është diçka shumë personale, edhe siç janë karaktere të ndryshme, ashtu janë edhe stilet e tatuazheve të ndryshme. E mira është që ta komunikoni me artistin dëshirën tuaj që keni, idenë që keni, edhe t'ja lini dorë pjesën tjetër se si do e shtjellojë ai tatuazhin, se si do ja përshtasim trup. Unë si artist tatuazhesh, impaktin e parë me tatuazhet e kam pas që në moshë të vogël, rreth 12 vjeç. Që aty nisi pasioni edhe fillova tu planifiku se si do e kem të ardhmen. Është e rëndësishme se si do dalin një tatuazh i shëruar, domethënë kualiteti ka të bëjë shumë me mënyrën se si e ke teknikën. Duhet gjesh një të mesme që mos ta godasësh lëkurën më shumë se ç'duhet. Kjo shkakton edhe më pak dhimbje, shëron tatuazhin më mirë, edhe reziston më gjatë kohës. Unë kam mbi 10 vite eksperiencë, kam punuar edhe në vende të ndryshme të Europës. Kjo më ka ndihmuar shumë që të avancoj goxha edhe me stile të ndryshme. Shpesh herë jemi në dilemë për zgjedhjen e tatuazhit, duke marrë parasysh që ka edhe shpesh paragjykime. Duhet kuptojmë që tatuazhi është diçka individuale, edhe nuk duhet ta shohim një tatuazh te një person tjetër, a do më pëlqente mua, a do më shkonte mua, se është diçka personale. Domethënë gjithë secili zgjedh vetë. Ndryshimi me pjesën këtu në Shqipëri edhe me klientelën jashtë është që atje kanë avancuar disi te kjo pjesa, nuk e kanë pjesën e paragjykimit, edhe kanë individualitet, siç duhet të jetë në fakt tatuazhi. Tatuazhi nuk është se është gjithmonë i përjetshëm, ka raste që duhet rifreskuar. Një tatuazh mund të rezistoj 5 deri në 10 vjet pa ndryshuar ngjyra, pas kaq kohësh mund të zgjedhësh edhe që ta rifreskosh, që ngjyrat të duken akoma më vibrante, kontrasti të jetë më i fortë, pra tatuazhi ribëhet që të jetë përsëri i bukur. Diferenca mes moshave është që në moshën 20 deri në 30-40 vjeçe është lëkura më e re, normalisht edhe tatuazhet mund t'i bësh më të detajume. Qoftë se kalo këtë grup moshe, shpesh herë duhet zgjedhim tatuazhe me më pak detaje që t'i rezistojnë kohës. Qoftë se keni një tatuazh të vjetër dhe doni ta mbuloni, duhet konsultoheni gjithashtu me artistin, qoftë se është e mundur ta ribëni direkt siç është, ose të mbivendosni një imazh tjetër, apo duhet bëni disa seanca lazeri. Shpesh herë duhen rreth 4 deri në 8 seanca lazeri që të bësh rifreskimin e tatuazhit ose ta mbulosh komplet atë. Seancat variojnë nga për një afat një mujor, domethënë çdo seancë ripërsëritet mas një muaji, edhe nëse është mundësia që ta mbuloni tatuazhin pa lazer, normalisht ju shkon më lirë, është më efikase. Qoftë se jo, jeni detyruar, duhet presni pak të keni durim, edhe të vazhdoni mbasi të kenë marrë seancat e lazerit edhe lëkurat të jetë rikuperu plotësisht. Shpesh herë përballemi me pyetjen qoftë se ka tatuazhe të përkohshme, si për shembull tatuazhe një mujore, që njerëzit nuk është se janë të sigurt ose e duan thjesht për plazh, por që këto janë thjesht legjenda. Çdo tatuazh që injektohet nën lëkurë ka qëndrueshmëri shumë më gjatë se sa një muaj, 3 muaj, një vit. Domethënë, qoftë se vendosni për të bëni tatuazh të përkohshëm, janë thjesht ose stikerat ose tatuazhet henna, që përdoren kryesisht në Indi. Koncepti zakonisht është që tatuazhi duhet të ketë linja trasha, errësirë të jetë mbushme me zezë, por që ka edhe mundësi tjera. Në ditët e sotme është modernizuar çdo gjë, kështu që edhe tatuazhet, cilësia e ngjyrave është rrit, edhe ke akoma më shumë qëndrueshmëri me tatuazhet. Ke mundësinë që një tatuazh me ngjyra ta bësh të duket si stiker. Pra në qoftë se zgjeni një artist të duhur për të arrit të bëni një tatuazh me ngjyra, nuk duhet keni më frikë që tatuazhi mund t'ju dalë i zbehtë ose mund të zbehet shpejt. Po të flasim për trendet e tatuazheve, në fakt nuk është se në ditët e sotme ka me vërtet një trend. Shumica thjesht kanë shije individuale.
Por që problematika që shoh më të shpeshta në Shqipëri është për shembull që çunat bëjnë tatuazhe të mëdha, ndërsa gocat shpesh herë janë edhe disi të paragjikume. Shumica gocave zgjedhin të bëjnë tatuazhe fine, gjona që nuk është se duken shumë shpesh. Është në fakt një mentalitet i gabuar, në fund ditës tatuazhi është thjesht një aksesor. Edhe siç ke një bluzë që e ke fiksim, ashtu mund të bësh edhe tatuazhin, do thosh ti, okay, tatuazhi nuk hiqet siç heq bluzën, po që nuk duhet i paragjykojmë njerëzit në bazë tatuazheve. Meqenëse po ngrohet edhe koha dhe mund të afrohet periudhës plazhit, shpesh besoj se keni dëgjuar që nuk është mirë t'i bëni tatuazhet në verë. Në fakt, ky është një fakt i gabuar, sepse mund t'i bësh në çdo lloj periudhe kohe. E rëndësishme është thjesht diku te 4-5 ditë pasi të keni bërë tatuazhin, mos të frekuentoni plazh ose pishina, sepse duhet merrni parasysh tatuazhi është akoma një plag, pavarësisht se duket e bukur, është një plag e hapur, edhe mund të ketë rrezik infeksioni. Pasi të kenë kalu 4-5 ditë, normalisht lëkura është shqetësu, porët janë mbyllur edhe nuk keni më rrezikshje të tilla. Pjesa mirë mbajtjes është në fakt shumë e thjeshtë, por që do ju sugjeroja të bazoheni te ato që ju thot artisti kur keni bërë tatuazhin. Unë vetë si teknikë kam që duhet lyj thjesht holl me krem 3 deri në 5 herë në ditë, që edhe lëkura të ketë mundësi të marrë ajër. Duhet pastru gjithmonë përpara se ta rilyeni. Edhe për 4-5 ditë fillo bie pak korja, një cipë holl. Pasi ti ketra komplet ajo cipa, ajo ka mbaruar shërimin plotësisht, mund ta lyeni edhe 1 ose 2 ditë ekstra për fiksim, edhe nuk keni më asnjë lloj problemi, asnjë lloj shqetësimi me tatuazhin tuaj. Domethënë, mund ta bëni në çdo lloj periudhe kohe, thjesht plazhin duhet ta evitoni 4-5 ditët e para. Në qoftë se keni problemin se a do ju dhemi tatuazhi apo jo, disa këshilla që mund ju jap është që përveç krave, pjesët e tjera në fakt janë disi më të dhimbshme. Krahët janë pjesa më pak dhimbje në trup, pjesët ku mund të kenë më shumë ankesa janë brinjet ose shtylla kurrizore. Po që në qoftë se tatuazhi nuk zgjat më shumë se 1 orë, janë dhimbje që nuk është se i ndjeh shumë. Çdo tatuazh që kalon mbi 3 ose 4 orë, fillon ndje pak më tepër shqetësime. Ju mund të evitoni edhe këto dhimbje duke përdorur kremra të ndryshme mpirje që aplikohen para se të fillojë seanca tatuazhit. Domethënë ju edhe mund të interesoheni dhe të porositni këto produkte për mpirje online, edhe t'i aplikoni direkt në shtëpi. Pas 1 ore, kur t'jeni te artisti, mund të filloni pa problem punë, edhe një krem i tillë mpirje mund të mbajë 2 deri në 3 orë. Ka raste që mban më shumë, ka raste që mban më pak, varet se si reagon lëkura. A janë të sigurta tatuazhet? Normalisht është pak dilemë kjo pjesë, që duhet keni parasysh, siç e përmendëm, është pjesa higjienës. Qoftë se jeni në një studio të mirëfillt, janë probleme që nuk besoj se do i keni. Në qoftë se lëkura trajtohet me profesionalizëm edhe nuk keni dëmtime, prap as aty nuk është se do keni shqetësime. Ngjyrat normalisht janë të kontrolluara dhe nuk është se ka pas ndonjëherë historia e njerëzimit periudhë më të mirë për të bërë tatuazhe se në ditët e sotme, ku edhe cilësia e bojrave, edhe cilësia e materialeve të tjera është on top. Qoftë se doni të dini se si variojnë çmimet e një tatuazhi, normalisht duhet të shkoni për konsult në studio, se shpesh herë një tatuazh që mund të duket shumë i vogël, qoftë se ka mbi ngarkesë me detaje, mund të kushtojë më shtrenjtë se një tatuazh i madh. Pra, gjithçka është në varësi të ngarkesës edhe të detajeve. E mira të njerëz pra është të konsultoheni si fillim me artistin. Qoftë se ka ndryshime dizajni, gjithashtu ndryshon edhe çmimi, kjo është diçka më normale. Unë sot do punoj një tatuazh të një klient, kemi vendosur për me bën një tatuazh me ngjyra vibrante, është i çik tatuazh më i madh se këto të zakonshmit, del nga normalja. Do jetë tatuazh full color me kontrast, me ngjyra vibrante. Tematika është i çik agresive se dum tatuazh maskullor. Edhe do ju tregojmë pak a shumë procedurat e punës.